Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi ish-kryebashkiakun e Matit Agron Malajn, i cili kandidon për deputet në radhët e Partisë Socialiste, se ka vjedhur taksat e qytetarëve matjan. Gjatë bashkëbisedimit me banorët e Klosit, Berisha denoncoi skemën korruptive të ngritur nga Agron Malaj dhe i vllai i tij për të grabitur parat për investime publike. Ky Agron Malaj, para disa vitesh, ky ishte oficer në organet e rend apo të garcëve dytë. Sot ky është njeriu më i pasur i Matit dhe ju siguroj se atë pasuri së bashku me vllain e tij, Patosin, e ka qindar për qindar të vendosur vetëm nga korrupsioni shtetëror. Këta krijuan sistemin që parat dhe taksat tuaja që përdoren për shkolla, për ndërtime, për të gjitha, ti marrin për vete. Lideri i opozitës u shpreh se gjatë këtyre 12 viteve Edi Rama ka diskriminuar veriun, ashtu si pararësit e tij. E kam akuzuar shumë Edi Ramën se ka diskriminuar veriun. E ka diskriminuar. Ja thënë se u kot s'mund ta akuzoj akun. Ai është njeri që trashëgon një urrëtie për veriun, sepse e ka patur baballarët e tij, e kanë patur atë urrëtie dhe në radhë. Por çfarë mund t'u them për këtë? Ai dhe jugun, parat i ka çu atje, po i ka vjedhur. Nuk ka investuar për qytetarët. Jo, absolutisht. Berisha deklaroi se fitoria e Donald Trump në Shtetet e Bashkuara i dha një goditje të madhe edhe Edi Ramës për shkak të lidhjes me George Soros. Pas fitores Donald Trump, George Soros u shtyp koka në Washington. Por, atë që meriton të mori Antony Blinken. Lukashenko i Bielorusisë ka Big Brother Putin. Kurse Big Brother i Edi Ramës mori fund. E kishte edhe ky Big Brother. Mori fund. Dhe unë ju garantoj që ditën e fundit të jetës tij, atë do ta ndjek krimin shëmtuar që ka kryer me votën e shqiptarëve. Sali Berisha pati edhe një mesazh për qytetarët për zgjedhjet e 11 majit. Të bisedoni me të, nuk është çështje këtu partijake, nuk është çështje politike, është çështje jetike. Është mision për Shqipërinë, për Klosin, për shqiptarët. Nuk lidh gjë njeriu në ndershëm me Edi Ramën, kur me një anti-shqiptar si Edi Rama, me një regjim si ai. Të shkojmë në to zgjedhje me një fitore plebiscitare, të merituar,